Dashamirë të Podëmikastit, mirë se ju takuam në këtë epizod. Bashkë me mua, kësaj radhe është Shuajbi, si dhe një mysafir që i takon gjeneratës së pas luftës dytë botnore. Kur bisedum, kur erdhëm për me hyrë në emision, thjesht e pata kurreshtin me ditë, thash sa vjeçare kemi mysafirin, edhe kur ma tregoj, thash nuk po folmi shumë se ko kanë një vit BAG, jo e afërt, po të prezentojmë si gjenerate luftës dytë botnore, e ndoshta krejt peshovmi që nuk është që ngjason me gjeneratën e asaj kohe, duket shumë i ri, e mirë se erdhe zotri Sadiki. Faleminderit, mirë se zhjeta. Për një me, apo ndihesh i ria, veç unë e po thëmë të shtu? Sigurisht se kundra moshës po. Sa mirë. Për me e kuptu ma shumë ata që na përcjellin edhe ata që na ndjekin, a bon më na tregu kush është Sadiki? Po në vërtet, në thonë Sadiki është që ky Sadik. Që ky? Qa është bashkë me neve? Që ky shka jo me juve po. Për ndryshe, po mbi emri em është Sadiku. Dhe mbi emri Sadik? Do të Sadik Sadiku. Po, me qenë se jemi në Preshev, unë jam afër Preshevas. Në fshatë Rahovic, nëse keni nditur një herë. Po, dhe me thonë Sadiku nga Rahovica Preshevas. Nga Rahovica Preshevas. A ka pas do një arsye pse bashkë edhe jemni edhe mbi emri kështu me qenë, apo? Po sigurisht këto e ka dashur baba jem. Do thot baba e ka trashëgu emrin e babit vet. Aty është unë. Emrin e gjyshit. Po, emrin e gjyshit. Kështu që për ndryshe jetojmë në një lagje që të Selishte i thojnë. Tash aktualisht ku jeton në Rovit Selishte, a? Po. E pse i thojnë Selishte aty, çfarë do me thonë ajo? Në vërtet, jo vetëm Selishte, po ai ka 3 emra. Dhe të tret janë emrat, cilët ndoshta edhe sën përcaktohemi se cili emër është i saktë i saj. Një i thojnë proni i kajës, e dyta i thojnë arët e kajës, e treta i thojnë lomë të spahive, e katra i thojnë po Selishtet. Të gjitha aty pikrisht ku banoj unë. Prandaj është e ka një emën, po mendoj e cila nuk definohet se cili emën i takon atij vendi. Lomë të spahive, proni i kajës, arët e kajës, e është në dilemë se nuk është caktuar, po mendoj se çfarë emri banë realisht. Zyrtarisht në këto libret katastrale shërën, po është Tërdha Halimit, i thojnë. Tërdha Halimit? Po. Do me thonë, po kufizo ka me tërdhën tjetër, apo tërdhën që shkon me ata ashtu? A ka lidhje? Po duhet të ketë lidhje me ato tërdhën atje shente të lisi tërdhëve që i thojnë. Mira më Halimi, nuk e di, po mendoj nuk jam ndihoni se mund të lidhet me atë vendbanimin e tërdhëve që janë disa shtëpi aty. E kjo kaja, zotri Sadiki, a ka lidhe me dëni njeri apo me dëni kafsh? Jo, me njeri ka. Me njeri, po. Vërtet për këtë, masë hynu më nërën të vendbanimi aty, po ndështë edhe neve në ka interesu me ditë se cili emën është tërpa, po mendoj maj i sakt. Për shkak se unë ku banoj aty, është një bunar i vjetër, dhe dikush thot është i kajës, dikush thot është i spahillarëve. A kur e këthen që të rënon në Rahovic nuk ka familje spahillarë, që thirën spahi. A dhe me pas spahi, del diçka aty. E të është që aje duhet mas shumë të në bas të rrethit aty toponimeve të cilët janë rreth nesh,
po derse mund t'jetë i kajës, do të para spahive, para spahillarve. Me qenë se proni i kajës, thirët, arët e kajës, mandej bregu, që lidhet me pronin e kajës, e ka emrin Kodra Pjetrit, ndërsa pas Kodrës Pjetrit vjen Lugi i Pëlpadinës, i Palit. Ato shkojnë tek Corotica apo tek Tek Corotica drejtin Coroticës. Mandej vjen proni i Markit. Kështu që lëmët e spahive, proni i Kajës, Lugi i Pëlpadinës, proni i Markit janë në një territor të ngushtë, saqë ndoshta në ato kohra vjetra kanë mund më konë një familje ose dy familje. Po për këtë pikë, kom pas rasht me bisedu me Zeti Racanën, 93-ën, po në shoqërim u shkon me historianin Vahid Mehmetin dhe gazetarin Hasan e Murllau. Dhe ata kishin ardhen për me marrë Zeti Racana dy detaje kështu i ka interesu, me marrë shënime për Kalan e Preshevës dhe manastirin e Rahovicës. Po një herit kish pas dëshirë me u taku me Recep Gerën. I ka lidhe pajtimi gjashu atëre ku dion. Këtë Canën. Po Canën. Po. Dhe në ato momente janë taku me mu, kështu që e kanë ditë se unë Recep Gerën si mik e kom pasi. Kush o kon Recep Gera? Recep Bërka, Recep Gera, i njeri pajtimeve të gjashu, është konë njeri, ku më ndojtë, me fond të madhe në atë kohë. Do më thonë profesor Cana ishte në Pleshev edhe bënë kërkime ose dëmtime për manastirin, kërkun informacione edhe prej teje në bashkëpunim me ty. Po. A gjetën diçka për manastirin? Jo, ishte në pyetje se njëherë u deshte të takohen ata. Atërë mu më obligun që me apru Recep Gerën. Masi mik e kisha, po isha të Gera të prune dhe takimin e bënëm të lokali i Hafez Hazirit në Preshev. Po kishëm aty. Mirë, po aty nuk ishte ambienti i përshtatur, kështu që vendosën me shku në konokën tem. Dhe aty u bisedu, mandej kemi dalën në te manastiri dhe kemi marrën do pjesë. Ku është ai vend nga se? Manastiri është te Penda, nëse e dini Pendën ku është saksisht, kur ty është muri i Pendës, po në anën e majtë, në vija ajrore, 150 metra nuk është më largë. Do të te muri i Pendës, ana majtë, 150 metra vija ajrore është manastiri. Dhe aty manastiri nuk është i madh, është dikun 4 metra 5, shifën do rasa do. Dhe ati kemi marrë disa ngurë, ku di une, ciglat kuqe, ku di une. Mane kemi hasë me një guri, u duke që është i rondi madhe, për di, mira mo ishte i letë shumë, tepër i letë, po dhe kështu që ato morëm edhe vendosëm në Rahovicë, dikund për mja me porosit të Zeti Racanës, mja dhunën këtyne në ekspertizën. Po, arkeologëve me ullëm. Arkeologëve me caktu kohën, ose ku diuni, se prej kur i daton, i vetë me i guri si e zi me bira, ku diuni, po i letë shumë. Dhe sa diuni, i guri soda, ditë është aty. Mandej është diskutu, po, në Rahovicë është. Mandej aty me Zeti Racanën është diskutu pikrisht vendbanimi jonë aty, a janë lomët e sfahive, apo është për me përcaktu bunarin, a është i kajës, apo është i... Po, simbas atine, do të simbas se sfahillartë kanë ardhën në ardhjën e tyrgjve. Kur kanë ardhë tyrgjit, sfahillartë janë përcaktu, jo dalja, për di po. Simbas vlerësimit të Zeti Racanës, po aje ka mërtu atë vend kaj.
Do të thotë edhe e murë për sipër me bo një tabël, ku di une, që më konë bonari i kajës. Mira mo nuk kemi pas, ka marrë shënime diçka për me shkru, ku di une, pas ka pas humor edhe vëti që edhe marrë se në mira në kontakt me. Sa i përket, do shtë të zjatë këtu e i vendbanimi jem, ku jem. Po. Jo, unë po mendoj që çdo informacione për vendbanimin tonë kanë një gjenies shumë më të hershme të ti. Se po mendoj që konsiderojmë fakt që secili rritet me këto gjëra, me këto emërtimet e vendbanimeve rreth vetes. Edhe që shkon fëmiria një fëmijë pas luftës, që ta thënë një njeri pas luftës dytë botërore. Që shkon fëmiria jote në Rovicë? Po shif njerë lindja jeme, unë sa kom ndigju prej prindve, kam lind dhe më kanë shef, pas ka qenë një moment që duhet të strehohen dikon dhe pëdi. Dhe unë si fëmi vogër, kur nuk e marrë mend, por kom ndigju se, po diçka një natë apo dy, si foshni, jam gonë mes dy kapzave të otava, si kanë thonë ata. Dërsa sa i përket fëminis të ma vonshme, normal, si gjithë fëmija tjerë edhe na, kemi pas shoshni, ku di deri ka arë momenti, atër fushnjore nuk ka pas, më ndë kështu. Shukon Rovica në po e monument, çfarë drogica, a ka qenë, a keni pas pronin, sukur që shosh sot, edhe një lumi, atë kujtohen ato shpit me tjegulla, me Po, qysh jo. Po më kujtohen se Rovica, si ketë fshatrët, deri ka pas shtëpijat mbulume me kasht. Balta në kam bytë gjitha anë, po. Nuk ka pas, po. Shtëpijat e vjetra me qërpiq. Po. Baj me një dokument të cilin po më duhet me hinjati nëse më lejohet. Po lërish, po. Nga ju. Po 94-ën, po takoj Abdurrahman Zylfien edhe këtë Mehmetin, Vahid Mehmetin. Dhe më ndalën, po më bëjnë një pyetje. Basë sa dhe këta pysim diçka. Ta shurnoni. Tha kush është konë kmet i ka tonë ditë 1924. Po. Thash gjyshia. Kush është konë me emën bile Sadik Salihu. Gjyshia është tirë Salihu. Thash gjyshia më është konë. Tha kemi hasë me një dokument në arkivin Jugoslav në Beograd, tha po nuk po di ata marim, as ta marim, tha po të vetim, as i ko ka gjyshijat. Thash po mërë merne, pse nësë me marë? Po sa desë, o bjere mërë burë, thash të shofim se kush është konë, e ta din gjithë bota kush është konë. Se gjyshije më është përmenë si një njeri, po mendoj i njohur në kaza, si Hajidika, i pari në jo i pari, ndështë e ka pas edhe tjerë në atë kohë që kanë shku 1937. Ta shbjera, ata e këshin pas marë, po më kanë provoku muve që ta marë, nësa marë, dhe ma dhanë. Masi është hinëm aty, ndështë nuk ja vlenë, me cek, mira mu më interesoj shumë gjera pashto, një dokument më prunën prej 5 faqës, ku figurante emri i gjyshit tim dhe në nëshkrimi i tine. Çka përbaj ka i dokument? Çka shkon e dokument? Ai dokument i shkonën, po mendoj në atë kohë, para 1924, apo gjatë atyne kur mbretëria sërbe i ka vendosë kolonët në përfshatra këtu, gjithë teritorin tonë, pënde. Shtu që i kishte vendosë edhe 20 shpi, 20 apo 25, në bjenë në Rahovicë. Dhe ai dokument flitke kundërshtimin e popullatës rahovicase që i kanë kundërshtu vendosjen e kolonëve, ku je kishin, po mendoj, 111 hektar tokë, pikrisht që aty në pjesën ku jemi na,
tërë halimi që njësët të përpjet, pa 111 hektar i ka marrë dhe ja ka dhonë po sërve dhe malazezve që i kanë ardhë për ti. Mëndaj, atë dokument ta që e kanë gjetë, këshin gjetën një ankes e shkrume, si lloj peticioni që kanë bërë Raovicasit, në krye me plakun gjyshin tim, si pris. Dhe peticionin që kanë bo, aty mbërtetohet se Raovica në atë kohë kishte pas 180 familje. Do të 1924 në Raovica me 180 familje. Kjo ngjarje është para 100 vjetë. Po, peticionin për me bo është dash me pas një shkas se për çka po e bon. Atëre mblidhën të bohen të gjithë familjarët, krye familjarët, e asaj kohet, që janë konë, se cilja familje ka pas plakun e vetë, dhe mblidhën në 2 konaqe, në odën e gjyshit tim dhe në odën e një mulla Alijes në Raovicë. Po, dhe vendosin për me shkru peticionin, po duhet me thonë shkasin e të shkrumës. Në atë kohë i numrojnë baktit, se me bakti janë marrë mas tepër dhe i dalin mbi 500 bakti, po që i pas ka pas Raovica, në bazë të asajnë e bojnë kërkesën se kemi bes 500 bakti, po e vetë një kullosë është që aty se le ti majmë, mendoj katë mundi që ju shehet. Prandaj, po e refuzojnë kategorikisht, ose vendosin dikun në vendet tjera, ndërsa këtë vend me na i lëshua, për di, kështu që nënshkruat dhe e lishonat peticionat, i nënshkruam ishin 3 fshatarë, po mendoj, bashkë me gjyshin të, mirë më, e vullosur, vendosur me një pull, marrë që i tojnë postare, mirë më, sa kemi ndigju nash, të që një pull është konë një mark me një vlerë sa një kalli, apo një penkija, apo një boqaqe shtrejt. Po atër kur marrin vesh sërbët se ka bo ankes plaki jona Gjedika dhe e kundërshtojnë dhe tojnë mos e merr një parasysh dhe të kralit sigurisht, mos e merr një parasysh se këta janë antikrishterë dhe po ne do t'jemi aty ku na keni prunë. Po. Kjo ishte ajo. Ndoshta edhe kjo nuk pa vlerë. Vendosë tanë më vonë, a nuk ju vendos njerëz? Janë vendosë dhe ka shku, ajo është konë dokumenti në 6 faqe dhe përgjigja i ka ardhur nga mbretëria që le të formohet një komision i Vardash Kabanovinës me seli në Shkup, që është e komunës dhe fshatin dhe dalin dhe ta vlerësojnë vendin, po mendoj ta vlerësojnë se ku duhet, a duhet më marë parasysh kërkesa e palës shqiptare, a jo. Mira më tjetër nuk ka ardhë dhe ka mbet ashtu që kanë vendosë ata. Ka kjo lidhje me atë toponimin që i thonë pak ma vonë arët e Voshnjakëve? Jo, aty arët e Voshnjakëve nuk. Ndoshta mund të ketë, po Boshnjak gjatë për periudhë kohë, apo është ma vonë? Boshnjakët nuk e di çfarë, a janë konë Boshnjakët në kohën e Svajllarëve, se 12 shpi Boshnjakë kanë jetu që ty në qatë pjesë. Boshnjakët. A kjo çka është, po mendoj, konfiskimi 111 hektarëve, është pikrisht do të ndara për serbët dhe malazezët të ardhur që janë konë. Kjo puna e këtij peticionit të kryesuar prej Haxhedikës, gjyshit juaj, po më lidh diçka edhe me aktivitetin e ju që keni bërë gjatë veprimtarisë ju kombëtare, po du më ndalë të një pjesë tjetër para se me dalë atje. E di që në rinin tonë dhe i ke shiju edhe gurbetin. Po. Pse gurbetin atë kohë? Po dim gurbetin këtë kohë, po pse gurbetin atë kohë? Po shikjoni, vitet 70, të thonë, ose para 70-ave.
Po jënë konë shumë të vështira jeta, po mendoj këtu, jemi marrë me dohone, mendoj me bimë ndryshme. Më kujtova diçka tash. Më fal. I di disa raste, edhe këtu nis prej familjes time dhe prej tjerëve që kanë dalë në gurbet me bleni kombaj. Po ta vetë shpytin e ke dalë me bleni kombaj. Ati dashtë me ardhë. Okej. Po, Ka shohin që ka pas ka vlerë. Aty jam konë edhe unë, po. Në vitin 70 të mund të thojmë një fshar falenderimi që u hap, po mendoj për gurbet me shku, u hapën rrugë, o di une. Edhe pse nuk e kemi ditë se çfarë rëndësie ka gurbeti, po e kemi përjetu atje. Po edhe në tren kur kemi hypë, unë pikrisht me 13 korrik 1970 do të çantën në krah edhe por në gurbet jemi nisë. Por jo vetë unë, merre me mend treni sigurisht me 30 vagona për Shkupish për Beograd, i Atinës që ka arë, por plot të shkon me njerëz. Soqi, po jo të regoj një rast vetëm, ai punëtori i cili më shon me hekër shinëve, rrotave të trenit, për mi kontrollu, ku di une, që i më shonte. Po në ato momente, aq shumë njerëz për me hypë në tren, Soqi, ai pikrisht në unë kom qëllu, kur më ka shty, kështu edhe ka thonë, o dalje bese marë, pa di që të trokë. Edhe fjalla e ty në shkon, idit e da nëse vratit e nikada. U mendoj kështu një fjallë shumë e rondë në ka arab. Në vend se që ne ishim nisë, në vend se që ne jemi nisën me shku për një vit me nejtën e tjërë. Vetëm se sa me ble diçka, ose një kërë gumës, diçka tjetër. Ku nësët me shku? Ku e dishtë që ku ki me shku? Qësh e bone plani që ki me shku në qëtë vend? Vendin në caktojshin tjetër kush. Aha. Po, do të kontratët që i bëshim, që i kanë bo ata, atë jo vikën në përmes shtetit, po, institucionore shtetërore, po. Mira më kryesore shka u lypke që ato, në për shembull, në atë kohë o konë kryetari komunës Mehmet Hakia, po Mehmet Jusufi, a i patapë disa kurse, dhe njerëzit shkojshin edhe mërshin, u aftësoshin e përmes atyne kurse, ose moratore, ose po elektroshfajser, ose diçka kështu, edhe ato shka u lypshin në Gjermani, ka u kryshin disa kurse edhe për me shku sa malet. Para përgatitje profesor. Para përgatitje, po. Mirë po, ishte edhe tjetra, edhe pse unë për veti i kisha 2 kvalifikime, një elektrosaldus, një morator. Po edhe pse shumë kushi, edhe pse ka shku se ka kryj punën e vetë. Ja për shembull, unë veti pensi, të pensi mi konën për komunës Preshevës, po 3 muaj ditë, po kemi bajt gur me samar në shpind, gur, të ndresh murnët për mës me ra dhe u në autostrat, ku di unë ata ndreshin murna me telat ndryshëm, i mushin me gur. Po dhe në bike neve me hes shtu me samar në shpind, sa që mendoj ata 2 muaj, 3 muaj janë konën vendimtarët, apo lishon Gjermanien, apo përrihe. Mira më shkaku, të e ditë se ku dhe të këthesh, po e kemi bajt atë më të rondën dhe sën kemi vendos, po mendoj me lëshu punën, prej punës aqe rondë që është konë. Por të shpresu gjithë një në ato se e mas një vitit, ku di unë ndashtë e mledhim diçka pare dhe të këthehe me e këndi. Mirë, po kjo doli e kondërta, edhe pse e thëshin atë fjallën u përdor shpesh aja me punë të përkoshme në Gjermani, të përkoshme. Ishte e fjallë e përkoshme vesh. Para e nuk doli e përkoshme, po e përjetshme. Sa kotra me ne ty? Qaj viti i parë, sa u vo qaj vit? Po mu më ra 15 vite. Nërte 2 vite në Gjermani dhe 13 vite në Zvicër.
Dole në Zvicër tani. Po në Zvicër ashtu, po në Zvicër, edhe në Zvicër o shkon, po në Zvicër kemi kry profesionin atë cilën e kemi dash na, vetë, dhe aty kemi kalu. A organizoshin në atë kohë komuniteti shqiptarëve në Zvicër? A mbajshin kontakte me zveti? E kam pas organizime? Po. Atër një, për shembull, shtypi, sidomos e Rilindja, gazeta Rilindja, në ka ardhë çdo javë, mirë më çdo javë kur ka ardhë, kanë ardhë të 7 numëret. Po, e ta javës. Po, të javës. Po, kjo është konë edhe për njerëzit që kanë dashur me u kyç në për aktivitete të ndryshme, ka pas vend dhe ka pas njerëz që janë marrë qysh prej asaj kohe. Po mendoj me lloj aktivitetesh, madje edhe ato më të rënda që cilët janë, po, ato kombëtare, ku di une. Ka pas dhe kush ka dasht, po mendoj ju ka bashkëngjit aty në grupeve. Kanë vepru aktivitetet mëdha janë krye, sidomos në atë kohë. Veprimtar kanë qenë atë kohë, cilët i man menti ku ki qenë pjesë dikund ose ku të kanë thirrë dikush. Atë kujtohet dhe një? Po, mbaj men, po edhe kemi pas nëse çdo kushi, po mendoj që ka dasht të jep atë kontributin e vetë, vendi është konë se ku aq sa ka mund. Për shembull edhe te unë, si mbas mundësive të mia, kemi pas kontakte me njerëz të thonë dorës tretë apo të katërës apo po di unë. Me ta, për shembull, ndoshta nuk është edhe patjetër me përmendemëra, por mund kalon për shtypje një grup me të cilën kemi vepruar. Aq sa kemi mujt, aq sa nuk ka dhënë mundësia, po mendoj, me punu prej Preshevës, si për shembull, po kom pas takime me Hasan Kadriun, djalin e Skënder Kadriut. Po mendoj, ai ka pas shok tjerë të cilët më ka mundësu edhe mu me to, si me një Recep Kabashin, vëllai i Sali Kabashit, mendoj është konën Adem Kryeziu, daji Hydajt Hysenit, mendoj është konë edhe Kadri Rexhepi i Rahincës, këto ku njoft më ngap. Për shembull me ata jam shoqëruar disa herë, po edhe kemi diskutuar çështje, kemi vepruar sa kemi mund. Ndoshta kemi marrë pjesë edhe në për qendrat evropiane ashtu, në disa protesta që janë bo. Çfarë protesta për shkak? Bile një, po më duhet me lidhen një porosi ose të thonë, çdo kushi prej neve ka shok. Se cili gjon shok për veti. Mira ma ka një pjesë edhe që shok të gjojnë ate. Po edhe unë e kom pas qasi shok, disa i kom gjetë vetë, disa në kanë gjetë mu. Po. Cilët ekipe tash? Ata shatë kanë gjetë, ata shatë një gjetë? 3 kategorit, mu i mi dalu, te unë 3 kategorit të shokve. Shok të miqësisë ose të fare fisit, ku di une, edhe të shok janë. Shok kolegë të punës, po edhe të shok. Mirë po një numër pak ma i vogël është shok të idealit, shë janë, a i numër pak ma i reduktum është ma i vogël, dhe më kujtohet mu, po viti 86, kur vendosa mi marë plashkët, kisha bo pak pare sa me ndresh një kartë gumës, apo një kali me bleja, ku di une. Me gjithse edhe, ndoshta edhe pa dëshirën teme, kisha 2 operacione, dhe mjekët vendosën me punët i faun, i thojnë ata invalid, me më qitë të t'i pa athë, për punën cilën e kisha.
dhe i mloa plashkët i shnina në kërë kafën e fundit e pita me qëta shokë që i përmenda. Këta shokët e idealit, apo? Po shokët idealit. Në momentin kur po qona, po një prej tyne, po a ishte Hasani, nëzori 20 frank edhe po më jep në dorë. Tha, basa Sadik, tha, me qëto 20 frank, tha, kur shkojsh për shetë, të pish një kafe me 2 persona. Tha Shani, mi përmendi imnët, tha që këto nuk me njofë. Shka po më thu, njën tash po i rovicës koka. Me profesor Ibrahim Kadriu, tha, dhe me Ajdinin. Tash profesorin s've njëfsha Ajdini, tash e njofë që është mësos kodionë. Dhe kështu vendosa dhe të shokë të cilët unë i kisha gjetë, dhe ata të cilët mund kishin gjetë, dhe këta të cilët ma imponon, këta 2 shokë, dhe të mi gjeti qëtër kush, një nuk pat ymër vdiq herët, Cili? po Ajdini, A ti tash i takove, i njoftove të po i takova të dytë dhe pytëm nga një kafe në restorantin e qytetit, ku në shërbente dhe bi Hanuci dhe bia, ishte një kamarjeri vjetër në shërbej, edhe aty i adhash selamin Ibrahimit, thash Ibrahim, thash unë ti sot njov, as ti mu s'po mjef, thash po prej ditës sodit, po në ka shoqëru dikush tjetër kush. Shte ai shoqërimi me ta i kishte një qëllim, vedi, nuk kishte nevojë me diskutu se çka tek, vedi. Dhe për i të gjithë shokëve, drejtën me të thonë, 40 vite, në lidhi diçka me Ibrahim Kadriun. Një fsharteli i holl, apo di po i fort, që së këputa i heq kur. Po tek te në ditën, para një vitit me 20 mars kur ai e dha veç, e dha lëm të mirën nga kjo botë, qa ditu khrut. Mo, është ma interesant me to, të mi kalu në çdo momente, me brandën, me brandën, po. një kosa ishte Ajdini edhe me Ajdinin, po me brandën mas tepërmi. Po çka është një që nuk mërzitem, sa herë që jemi taku, po të mirë është sidomos 33 vite, kur në ra dhe me vepru kështu në formë legale, me formimin e Nën Terezës e ku di unë apni, po është se sa herë që jemi takosh, jem qatë janë gjithë. Dhe 40 vite shkoj me një temë dhe erdhë fundi, aja temë mbeti huq. A mu bash huq në shkoj. Do të të asgjo sëne mbyllum kurse si unë edhe aj. Jo, keni pasur rrugën. Mu mërzit, nuk kemi mërzit, mu pishmanizu, s'jemi pishmanizu, po 33 vite tishe me një temë, edhe mos mu ishta mbyllë shatë temë, kurse si, asaj i thohet, huq, a mu bash huq. Dhe kërru. Unë nuk e konsideroj njëtë me ty. Dzeni, mira tha, unë e konsideroj proces, edhe gjanat e mira kënë marrin ko. Unë e mendoj që ju e keni bo pjesën e juve. Ju keni bo së keni pas fuqi. Edhe tash duhet me vazhdu tjerë që kam vitën me bo. Bat Sadik, na kemi mujt me kuptu se një kohë caktume ti ke qenë edhe kryetari i bashkisë lokale. Viteve 90-ta. Nëse kishe mujt pak mi kujtu ato në ngjarjet, me çfarë aktivitete mi marrë, me çfarë projekte keni pas në Rovic, diçka që na kishin interesu publikut ton, e dim që i keni pas do aktivitete kreative, pastaj disa nisma, dhe pse ka qenë krahasu me sot nështë jeta shumë ma e gjallë aktiviteteve kulturore, humanitare në atë kohë, po thjesht ta kishmi mujt mi përmend disa prej tyne. Po, une për veti si Sadik, kur nuk më ka shku mendja, se dhe djene një moment, po këthena prej Zvicra, ose dhe të shkoj dhe bëjegit dhe të bona kryetari i Katundit, plak i Katundit. Këto në mendë se kom pas, asë më ka shku mendja kur.
Mirë po në vitet 90-ta, para se mu themelu bashkësia lokale Kodiune, doli mu themelun 2 parti politike dhe shoqata Nën Tereza. Unë për veti si Sadik, do të 3 data mujmi i dajten, po edhe mi shenu të cilët për mume kanë bo lajm të madh, 3 data, ndashtë edhe më tepër, me 3 persona, me 3 figura, të cilët po i kanë dhonë shpresë asaj kohë, ati populli, në çfarë situata, në çfarë rrethana janë konë vitet 89, 90, Kodiuna e dihet, e më tepër i dim në atë cilë t'i kemi përjetu, po dhe kom pas rastin më zgjedh kryetari në ndegës shoqatës Nën Tereza. Dhe në pamundësi të zgjidhet bashkësia lokale, do të kryesia bashkësisë lokale, në mos pajtimin e 2 partive politike, po herë njënja e pegon të tjetra, po kështu që 2 vite nuk ka pas bashkësi lokale në Rahovicë. Po u konë, do të shoqata, të cilën e kumë edhe udhëhequn, mirë ama edhe punët e bashkësisë lokale shoqdasht, i kemi kry na me disa shokë shka jemi konë. Ç'është funksionon? Ku i përmenda 3 datët i përmenda, do të kthena një 2 minuta atyre. Për shembull datën e 5 apo 6 gushtit, me daljen e SHPD-s, në krye me Ali Ahmetin, dhe datën e 25 gushtit në krye me profesorin Riza Halimin, edhe datën e 11 tetorit të themelimit të shoqatës humanitare në krye me kryetarin Ibrahim Kadriun, do të unë për veti i ku marrë si lajme që kanë bo lajmë, tamam lajmë. Po shtomelu. Po, dhe kemi pas shpresët e mëdha, po mendoj se diçka e re po lindë. 2 subjekte politike dhe 2 një subjekte humanitare. politike. Për mu, ata 3 emra kanë met në histori me atë shka kanë punu dhe po e kumë thirë nemën të Po, këtë familjes. profesus të në ka ato Po procedura. nemën të familjes e kumë thirë. Familja Haxhidik, unë jam Haxhidika, le të dërgon personin e vetë për krijimin e bashkësisë lokale, cilin e beson ai. S'm ka pengu mund ku mendoj se vlerë orientimi ka. U kryetën këtë procedura edhe e bënë bashkësisë E lokale. bënë në bashkësinë lokale, po i zgjodhëm kryesinë e bashkësisë lokale, kryesia në të njëjtën ditë dëllëm me një tjetër dhomë dhe më bënën kryetar mu. Dasht e pa dasht, dhe thotë, më vaj. Dhe jam të thonë se në ditën që e kom marë detyrën e kryetarit bashkësisë lokale, unë kom gjetë shumë shka prej para arsve, prej udhëheqësive të tjera, Që ju bo ma që janë bo ma herët. Prandaj edhe i kom falimnderu. Dhe cilët janë konë veprimet tona? Veprimet tona prioriteti kemi dhonë objekteve vitale të cilët i kemi gjetë. Rujtjen e tyne, me sfarë. Kemi gjetë komasacionin. Çka është? Komasacioni i fushës, po hidrosistemi, Okej. po, i cili ka 450 hektar komasacion, ndërsa 250 hektar janë nën hidrosistem, nën ujitje. Ato kanë dashur kujdes me pas. Po, ka në atë pjesën e ujitjes i ka 632 hidranta, do të shahta, për ujitje. Po, kemi gjetë ujësjelsin, kemi gjetë rrymën elektrike, kemi gjetë telefonin, fiksin, të cilat këto janë punu nga kryesit e më farshme. Do shte javlen që t'i falenderoj të gjithë ata që kanë bo. Prandaj, mungesën cilët kemi mujtë me pa, natyrisht se jemi ngarku, po mendoj me hesë të para, se çka duhet prioritet me pas në punë. Me vazhdu në tutë. Me vazhdu punën. Shka përnët ju si fillim? Si fillim,
po fjala jeme ka qenë bile kjo, nëse nuk mundemi të bëjmë diçka brenda 3 muajve, po unë nuk do t'jom kryetar. Gjoni, këtë doni. Sepse s'du t'jom kryetar i papun. Dersa për 3 muaj, ajo çka duhet na me bo, na dhe ta bojmë, për ta vazhdu bashkarisht me ju. Dhe mrenda 3 muajve ne kemi bo projektet. Projektet do të thotë, unë jam nuk jam projektues, por kam bo ideën. Do të thotë, një projekt ideor, ideori shkon me matje, me ecje, ka duhet shkoj shkudione të kanalizimit. Po në 13 kilometër. Qatë e kemi bo, dhe kemi fillu ndoshta pa asë një dinar, kështu që me pas diçka. Por të i pas mbështetjen e madhe, 53 që kemi formu komend, ndoshta pak u konë që sharake për komunën, kur vetë në kanton atë ditë, kur kemi formu komisionet, komuna i ka 38 delegat, ndërsa Katundi bashkësia lokale 53. Do të shumë kemi shku. Qëllimi jem u shkon që sa ma tepër të kom njerëz. Ka bashkësia lokale pron publike atë, ka pron? Jo, nuk ka. Jo. Andaj projektin e kemi bo edhe ajo është kry mbulesën në qendrën e fshatit, ku ne kemi pas 200 metra më konë mira maja, veç me një onë është në vëllu. Po, andaj puna ma e madhe që është bo. Për fshatin Rovic, kemi pas 2 procese gjyqësore, një kemi pasën me gjatë mandatit tim gjithë një këto, po i thamë. Një kemi pas me kooperatën bujqësore, sepse në atë kohë kur kemi marrë detyrën si kryetar, nuk kemi pas as zyre ku mu vendosa, po ndërsa kooperata bujqësore ka pas shtëpijen aty, ato objektin në Rovic. Kështu që ato kemi dhonë padi në gjyq për ta kërku. Me marë, do të thotë, sepse neve në takon. Dhe kemi bo padien, po jo padien, pa jo u konë ndështë edhe kërkes. Si të shkoj procedura, e fitut atë? E fitun, po. Procedurën e 2 vjet zgjati dhe u këthuj. Tash ku është biblioteka këtu. Biblioteka të gjithë, po, ja i ka 514 metra katror kejtë. Gjatë asaj periudhe, jo që për shqiptarët e ka ndru ligjin Beogradin në qka, po i për gjithë popullin e vetë, ku dul ligjin 82-ën, këthimi i pronave, kullosave, lendinave, këdini dhe i pronave, po qytetarëve që ju ka marrë gjatë shtetit, ma hershëm kodjun. Aja dulë se dhe t'i kthehat. Atëherë unë mora iniciativën, jo unë, po besa kryetari i komunës, po Riza Alimi naftoi të gjithë kryetarët e bashkësive lokale, që të na spjegon, të vinë ekspertët dhe të na spjegojnë se çfarë duhet të bëjmë na. Paraprakisht unë kisha ndëgjuesh për ato dhe kisha marrë dhe një hapë, kështu isha interesu paka shumë, dhe në atë mbledhjem kujtohet shumë mirë, unë si maj vjetër isha, më bonën edhe vendi si ma nartë erdhen ekspert, ta shemnin ja kom harru ekspert i Norqës. Ata më ju tregu lidhur me procedurët, po sigurisht. Na tregu se çka duhet të bëjmë. Dhe kështu që unë për veti nuk nejta të bushkryq, edhe pse një prej ekspertëve ta mos mundoni diçka prekni në mal, se mali nuk kthehet, po kupton. Ndërsa unë e lidha ato pak me atë fjallën të ma përshme kur gjyshit tim ja kanë marrën 111 hektarje këshin pas marrë atëre krali. Tash ndështë e mësë është dhe një shansë tash e të marrë dishka ma tepër. Me kësë hektar të gjysht. Po. Dhe unë fillova, palimderi, do të të një nderi i takon punëtorit të geodezisë Norqës, se njësir pa temin e po, i cili plot dhe dita punoj dhe nëzori të gjitha ato shka i kërkova. Dhe kështu që 10 vite kaloja e procedur dhe ma në fund 182 hektar, do të unë e quj si projekt,
më të madhe dhe më të suksesshëm, po 182 hektar, po ju kanë shkëput shumë shkogazinsës, tash në shërbim të bashkisë lokale. Bile është aty që numri 666, po të cilën shumë s'ka e ka, ku ajo posedon atë numër Pylltaria si funksion po. po si pylltaria. Do thotë numri 66 i patundshmërisë së pylltarisë, seksionit pylltarisë Serbisë, posedon 800 hektar në Rovicë, ndërsa tash i ka minus 182 hektar. Na kemi themelu, kemi bo numri jonë është 1108, e cila i ka 182 hektar i kemi në zjerëve shprej aty. Në mrendin e këtyne 182 hektarve janë 74 hektar Rovica Malko. Do thotë kjo, qito punë që i tregova, mund tonë se falë bashkëpunimi të madhë që kemi pas me zveti si bashkësi lokale, të gjithë janë konë të angazhon, muj me thonën prej 1 deri në 53 që janë konë me kam ngurësi të angazhon në çdo aksion që kemi vazhdu në Rovicë. Po me shoqatën në interes, që shkoj kjo aktivitetin? Me shoqatën në interes, mund të thëmë se nuk du të livdojmë veten as pak, se na kur gjosë së në këshim bo, e as Ibrahimi së në kësh bo, sa kanë bo qytetarët. Në sajt qytetarëve, që e kanë kuptu situatën, se çdërë situatë janë konë, po mendoj ishte e ko, atëre muj me tonë se sukseset më të mëdhaja, po i ka pas shoqata në interes dega në Preshev me nëndegët e veta, të cilët 7 nëndegi ka kodjone. Po edhe e në Bujanos, po... E të fa ndima më lësni edhe, ku i qojsh një ato ndima? Ndimët, të gjitha ndimët që janë mledhë, kanë shku në vendet e duhur, e vendit më të duhur janë konë në atë konë në Kosovë. Të vllazërit tonë në Kosovë. Mirë po, nuk kanë shku ndimët tona, po mendoj kanë shku nëpër institucionet të Kosovës, do të se në atë kohë ka pas institucione paralele, po nëpërmes partive, ku dion partit, po kryesore janë konën Këshilli Qendror i Solidaritetit të Kosovës në krye me Gërvalla, Hamdi Gërvalla, në krye me to, dhe kur ka vepru, po mendoj Këshilli Qendror i Solidaritetit për tërë Kosovën, atër ka vepru edhe shoqata në Antereza, që të dy institucioni janë konë si matë mëdhaja. Që di, Don Lush Gjergji ka qenë kryetar i shoqatës në Nësteres Kosovës. Në vërtet, Jakmita u konë. Jakmita. Po, Jakmita është. Me tonë e ka qenë kryetari për gjithshëm edhe për juve. Po. Dega jonë në Preshev është konë e 43-ta në raft në hapësirën shqiptare. Ka jonë edhe jashtë. E 43-ta deg është konën, dërsa në deg ka pas 369 deg. Po, në diaspor edhe bitë vitë. Në artikull e kum lexu diçka lidhur me çita aktivitetin në Nësteres dhe thotë Struga dhe Presheva ndër më dalluarat. Shka jeni dallu? Struga dhe Presheva degët më të dalluar. Struga, po. Po, që po të tregoj për shka. Për shka Struga është dhe për shka Presheva. Në shtator të vitit 91, po morëm një ftesë prej kryetarit të degës të Strugës, me shku me prezentu, ku ishin konë të ftuar të gjithë kryetarët e degëve në qytetet shqiptare në Maqedoni, po edhe të nëndegëve. Në Strugë, afër Strugës, Zakopanë, më do këtë fshati, Zakopane, tiret.
E aty kemi prezentu edhe unë edhe Ibrahimi. Që për shka ka marrë struga. Aty kemi pas një temë është konë, po mendoj e rendit të ditës. Ndihmë banorëve të Liberazhdit në Shqipëri. Ndihmë në të mbjellurat vjeshtore. Banorëve të Liberazhdit në Shqipëri. Kjo mbledhje është majtë në strugë, ku në atë mbledhje ne nuk kemi pas mundësi, po mendoj Presheva të japim kontributin e tyne ata shka jepshin, sepse aty organizun po afër 100 traktora, me farna, me osi plehna artificiale, krejt, për me Që ka pas mundësin sa përsia geografike. Me i liveru atje dhe me i mbjell. Kjo është kona e aksioni i strugës. Dersa na, preshevartë, në atë mbledhje, kemi mujtë me kontribu vetëm se me premtu se do të japim diçka për naftës e diçka derivate. Po dhe ato i kemi kry, mendoj, në atë. Mendoj se struga jashta Kosovë që kanë ndihmu edhe në Shqipëri shumë. Ndërsa kjo e jona këtu, e Preshevës, unë muj me thonë se 2 aksione që i kemi pas në Preshevë, ato jo në konë lajmë kanë bërë, në vendin e parë, do të parët, jemi në Preshevë. Aksioni i parë i javës të solidaritetit me minatorët e minjerave të Kosovës, do të java e parë që o shpallë në Preshevë. Nuk o shpallë tjetër ku në asë një vend. Po javën e parë në Preshevë që e kemi shpallë e kanë mbështetën Kumanova dhe Bujanoci. Që të dy e kanë ardhë. Po, ftinjet që e në konë. E kanë mbështetë. Dhe java tjetër e cila o shpallë e para është ndihma për Drenicën. Këtë po e thëmë kështu nuk du të arritim as vetën, as njerëzit të cilët ishin në iniciativë, në munges të njerëzve të shumët të asaj kohë, se u më sjell telefonin, fiksët e kishim telefonin. Sadik tha të bësh, ka të bësh, tha sot, tha me i mledhën, tha s'paku, tha e di, tha se ti nuk i ki fort punë mirë me partinë për veprim demokratik. Po tha të kjo demokratike shqiptare, me mbledh kryesin edhe me mbajt një mbledhje, dhe qëllimi ishte për të hapën javën e solidaritetit. Në atë kohë ajo, po as të një, as të tjetra njerëzit së ngjojshim. Që ishte as i kohë që dikon dishin fut, kishin shkuar në pushime, ku di unë se ku tek, vetë së ngjetën, vetëm në gjeta, po Tahir Dalipin dhe Shakir Shakirin. Ata 2. Dhe po i lajmëroj Ibrahimit, i thonë 2 tash i gjeta, tash edhe 3-tin, po më ndohet detajoj, cili ishte i 3-ti, Selajdinin e Zhunicës, mandej edhe Hudusin, Hulisa Hyseni. Hulisa Hyseni a Hydejeti, thirët. Jo, Hulusi Hyseni. Hyseni, po. Shabanin është edhe. Po, me ata nuk ishim se kum, po e gjetëm vendin të Kozara, një fshër restoranti, që është Kozara, i thoi që t'je nalë dihun. Po, në mbramje, në përterë kemi mbajt mbledhjen, do të data 7 është konë, ku fomët e Jasharëve janë konë në galerinë aty të shtrime. Mira mo atë ditë pa të ndollë në gazetë Bujku i pa të qitën gjitha, dhe unë i ko marrën të gjitha gazetët dhe Bujkut në Rovic, që ka vishin 40 numre, janë konë, pitëm ati bjerët që të fletën e mesme shkajen. Se ati ishte ajo për me qitë dikun. Po edhe ja ku më zerë fletën e mesme, të krejta. Për me shpalohës dikun dhe pedim pa. Unë mludhëm në të medje, po dritë nuk kemi pas, me një qosh të nejten, po dhe morëm mendimin që të shpallim javën e solidaritetit prej 8-it deri në fund muajit, i bika jo dikun
Po 25-6 ditë ku di unë. Dhe kjo ishte e java e parë, ku mendoj, në momentin ajo tregon se në munges që nuk ishim atje, bile qaja mundësi të bëhet këtu. Po edhe ajo javë kaloj, po mendoj me rezultatet mira, kur mjetët e atyne, të vimi po mendoj i mjetëve, një pjesë e tyne, unë edhe Ibrahimi, po e kemi dorëzu në këshillin e solidaritetit, po mendoj, jo në emergjent, po këshilli emergjent në udhëheqjen e Selatin Novosellës dhe në këshillin emergjent të Skënderajit në udhëheqjen e Rifat Bejtës, Ingjer tash është. Kështu që ndihmët kanë shku gjithëherë në vendin aty ku duhet, dhe kjo për të qenë sa ma i suksesshëm ky aksioni ndihmë Drenicës, ne me 12-in të atij muji, do të thotë me 8-in u shfall aksioni, me 12-in unë dhe Ibrahimi shkum në Kumanov në televizionin Fesa për të mbajt një emision kështu sensibilizues rreth ngjarjes që ishte. Po sa do pak ndoshta i ndihmon. Ku atë ditë nuk e patëm lehtë, po mendoj kthimin. Unë dhe Ibrahimi, po atë shka kishin ndërmend dhe krytëm aty. Bile më kujtohet, po kanga e parë e Arif Lantit, UÇK, është hapë në qatë emision. Po, e qëtja e kanga, paka shumë, e patëm na, kur u kthym prej në kufi, pak në ndalën aty. Unë nuk e di se ata televizion ati nuk shiri në bedi. Që shmarje mon lajme me në atë? Po mira mo lajme, ndikush e kështë quva për di. Sa vjetë zgjatë aktiviteti në Nënës Terezë? Urnën? Sa vjetë ka zgjatë në Nënës Terezë? Po shif, këtu ka zgatë, po mendoj, prej 89-ës 90-ën, do të 89-ën o shkon pa Nënën Terezë. Si grup janë konë grupe kështu që kanë vepru shumë, kanë vonë. Prej 90-ës, të na ka zgjatën, deri në 96-ën, deri në 94-ën kemi pas çdo vit javë solidaritetit. Çdo vit. Aq sa ka pas mundësia për di. Mirë po tonë edhe kemi pas aktivitetet të kësajne familja ndihmon familjen e punë. Po edhe atu kanë shku në kuadër, ndoshta edhe nëpërmes Nënën Terezës kemi pas disa. Mirë po Nënën Tereza te na ka vazhdu deri po 95-ën, 96-ën. Madje ndoshta është marrë dhe një aksion edhe në 2000-shën, paka shumë si emën i saj edhe pse ka pas pauza nëpër. Po kështu ka qenë ajo e humanitetit. Unë e di që Aga Sadik nuk ka pas vetëm veprim humanitar gjatë viteve 90. Ka pas edhe veprim kombëtar. Është kjo pjesa e idealit, që thash shok të idealit. Cili është roli ose çka do me thonë referendumi 1-2 marsit për ty Aga Sadik? Po kështu, kur përmendet referendumi 1-2 marsit, po shumë pak. Pse thëm shumë pak? Se ajo është 1-2 marsi është finalja e referendumit. Por para referendumit ka pas shumë aktivitete të mëdha dhe të mundimshme dhe zgjatshme për me ardhur deri te dita e referendumit. Do të thotë shkasët janë konën të shumta. Ka pas mosmarrëveshje, ka pas iniciativat ndryshme, ka pas propozime të ndryshme, ka pas vizita, po ka pas konsultime të mëdha. Mandej pse u dash me bëu atë referendum? Mandej janë konë Ka bëu Kosova, që nuk ka dash.
sepse është dash të bëhet se është konë porosi ose marrëveshje ose vendim i 11 partive shqiptare në ish Jugosllavi. 11 partive. Do të thotë atëherë i kanë pasur edhe Këshilli Koordinues i partive shqiptare në ish Jugosllavi. Po dhe ai këshill në krye të atij këshillit kanë pas kryetar Ibrahim Rugova. Mirë dhe ka mjaftu, e ka bërë Rugova, që edhe ka vletë edhe për ne. Jo, ka vletë. Mira mo, qëndrimi është majtë ndashtë edhe mund të thomë se është majtë në 2 ditor në qytetin e vogël Stubičko ndokët në Kroaci, ku me 19 e 20 shkurt po të 91-shës. 19-ës atë 91-shët ndështë e ga bëjë atin të dikush nëse mund të reagon aty të edin më mirë, veç sa mu i me ditë aty. Dhe aty janë përsaktu të gjithë, ku kanë marrë pjesë edhe 2 partit tona, se në mesin e 11 partive, do të jenë konë të përshime edhe 2 tona. Këto 11 parti, anje kanë pas një vend ku janë regjistru. Krejta në Beograd, janë konë të regjistruar. Po, të ministri Kambovski apo Gjankovci, ako di unë e një Macedon. Dhe tashti që ato konsultimët që i kanë pas, po sigurisht se po janë prek edhe referendumi jonë. Referendumi në Kosovë, memorandumi në Marzi, ajo në Macedoni, po të gjitha këto. Dhe unë sa i kumë përcjell unë ato e më konë konsultime. Konsultime që nesër të duhen të kryhen. Dhe nuk është konë vetëm se që i referendumi të mbahet në Kosovë dhe të kryhet në Kosovë dhe tjerët jo. Por sa muj me ditë, se sa mbaj në mend unë, po edhe me një mbledhje për që të ishin 5 minutë që çdo të premte që unë bake në Kosovë, po edhe në atë mbledhje nga vetë, po goja e Ibrahim Rugovës ka dalën dhe ka thonë se duhet të mbahen referendumet edhe në pjesë tjera, aty ku është marrëveshje, do thotë të në. Mos votu plotësisht marrëveshje. Po, ndashtë edhe kjo është konë, jo që është konë e dhunshme, po është konë, po e pa tjetërsushme që të mbahen në atë formë. Prandaj nuk mund të thotë dikush se kokë më veti, është mbajtë referendumi në Preshev nga 2 partitë tona politike. Po sipas gjitha gjasëve, kjo është mbas të udhëzimeve dhe të marrëveshjes ose të vendimeve që janë marrë, qëndrimeve që janë marrë të atyne 11 partive politike. Edhe referendumi mbajtë. Sa ajo drejt për drejt të ndalë të pyetja jote, po ku të referendumi që e thash ndështë finali është, se edhe një me që ashtu përmendmi në referendumi, mira më nuk e dim se sa mund është bërë që kemi ardhur deri te referendumi. E cilët janë ato masëshne. Nëse për shembull se kemi vepru, Presheva ka vepru, po edhe tjerët pjesë, u mendoj, vite 89, po 88, 89, 90, e 91, ngjaj shumë, si që shkanë vepru në Kosovë që shtë edhe në jemi konë. E atër janë konë, jo në modë, po janë konë të patjetërsueshme bojkotimet. Cilët bojkotime? Bojkotimet atyne sendeve të cilët po Kosovës nuk janë konë të pranueshme për popullin shqiptar, nga Beogradi, bojkotimet ndryshme kemi pasi, jo se kjo Jugoslavia është konë e treta e Miloševićit ndokët. Ka pas po kushtetuta, ka pas regjistrime, u mendoj të popullatës e gjithçka janë bojkotu. Dhe në saje të bojkotimeve të thirrjeve të cilët kanë ardhur nga Beogradi, bojkotimet të kanë hapë rrugën për me mbajtë referendumi. Po sikurse mos ishin bojkotu ato të mëparshmet,
të gjitha, po që s'na kanë përshtat neve, sot nuk e kishim një referendumin. Po sikur se mos i kishim bojkotu edhe Kosova ato, edhe Kosova sot se kishte pavarësinë. Po ishte po në kushtetutën e 74 skondjune. Ndështë e pak më të madhe. Dhe që unë me thonë se deri te referendumi që kemi marrë me kry referendumi në ka hapën ajo të cilën se kemi pranu para referendumit, që kemi bojkotu çdo gjë dhe kemi marrë dhe kemi mbajtë referendumin. Dhe simbas me, mas më pyete kështu, unë referendumin e quj i pastër si loti, që shme thonë, që ne thojmë qik, është, apo di, e ka një fjallë gramatike ndryshe, ka ajo, po, 2 muaj ditë ka qëndru, vetëm 2 muaj. Po me 31, do të të me 1 dhe 2 mars është kry, po me 31 maj është shkel. Do të të me 31 maj faktikisht kemi dalë dhe kemi pranu të jemi në institucionet e Serbisë. Dhe me 31 maj me 2 kamë është shkel. Ndërsa nuk ka kalu as një vit i plot, të njëjtën vit janë konë zgjedhjet tjera. Dikun 11 muaj që është diçka e ngonën. Atëherë është shkel me 4 kamë. Çfarë zgjedh? Kur e thon me 4 kamë, do të thotë edhe tjetra parti ka shkel. Dhe kanë një. Dhe kështu që referendumi nave që kemi dëmtu, e kemi shkelmos që me kohë. Ndoshta mund ta them këtu një fjalë, po Ibrahim Kadriu, me qenë se jam shumë i afër me to, momentin më të duhur dhe më të volitshëm që është dashur e ka pas majin e 92-s. Me një rënd pas zgjedhjeve në Kosovë që janë bëhet. Që në maj, po të bëhet implementimi sfakut, fillon diçka këtë jonë. Mira më mujti ana tjetër, dhe në maj, ose 11 muaj, po thëmë, në maj me 2 kumë, pas 6-7 muaj me 4 kumë, të 2 partit politike e kanë shkel, mund të thëmë e kanë shkel. Dhe tash, që shë kuptojnë ata, nuk e di. Kjo është si pas këndvështrimit tënd, dhe mu pun përqen që kemi Në marrësje pas. Atëherë i përmende disa data të rëndësishme për referendumin, edhe për vendosjen e mbajtjes referendumit, ose edhe pas referendumit. Cilit ishin ngon ato data? Kishim mund me na i përmend me radhë dhe me i përmend se pse janë të rëndësishme ato data. Sipas teje. E keni fjalën për momentet që është dashur të shpallët bashkimi apo të implementohet referendumi. Po, datat cilat ka mujt me marrë kuptimin e plot referendumit. Po. Mendoj se nduket parafërsisht njëjën e thash. Maji u shkon maji i duhuri, të shkon referendumi i freskët, dhe ishte koha e implementimit të referendumeve, po më duket edhe sa do pak e kemi pas edhe do këshilla të njerëzve politikanëve të ndirë të Kosovës, atëherë janë konë në institucionet paralele, ku mendoj si kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës Hidayet Hyseni, Bastri Mosmurati kryetar u shkon i komunës, mandej Njazi Idrizi u shkon deputet i atij Kuvendit, ku mendoj të zgjedhjeve të para të Republikës Kosovës, po atëherë ishte momenti që diçka të bëhet edhe me neve. Mendoj se një konsult shka e kanë pasën, një konsultim, po janë keq me thonë, po ajo është konë data 25 maj, ku janë konsultu në hodën teme, unë e kam mundësu ndashte me kërkes kjo është konë e Ibrahimit, që ta shfrytëzojmë rastin e 1 vjetorit të vdekjes Gjevat Ajvazit. Gjevat Ajvazit pak e këshyri, po, Gjevat Ajvazit në Bilash, Gjevat Ajvazit ju konën kolegë me këta të cilët i përmenda të burgosit politik të Kosovës. Mandej, po ishte kërkesë e Ibrahimit që t'i ndalim
po njerëz nga Kosova dhe të konsultohemi mas po i bindin që mos me dalë në zgjedhjet e 31 majit. Kjo ishte koha. Dhe ajta kem pundohet në shtëpinë time. Në shtëpinë time do thotë Riza Alimi a shkon vetiteti aty, pensë jabdi, jem në treve nuk jabdi, nduke se të parin e patëm të kjartë, pak a shumë ishte maje. Ndërsa i dyti, simbas Ibrahimit, Ibrahim Kadriv, ishte prilli i 98-ës. Prilli i 98-ës, kur atëre veç kishte dalë zëdhënësi i OÇK-s thirrje publike i kam bërë gjithë shqiptarëve për të mbrojt atë dheun. Do të mobilizohen të gjithë shqiptarët për në mbrojtjet e atë dheut. Kjo ishte Momenti i dytë, që nuk kishim mash çka. Kur një pjesë bukë ndashte jo e madhe, por një pjesë deri dikun prej Presheve e Bujanoci, ku diune kanë marrë pjesë luftë. Ju kanë përgjigjë të thirrjes që zëdhënësit e UÇK-s Jakub Krasniqit. Momenti i tretë ka qenën data e daljes së UÇPMV-s në janar në vitin 2000. Dalja e UÇPMV-s në Dobrosin. Dalja e UÇPMV-s jo vetëm simbas Ibrahimit, mira mos simbas gjithë krejve, dalja e UÇPMV-s lidhet ngushtë me referendumin. Edhe atë moment e ka pas, çka jemi të pritë më. Mira më njerës se në kanë mujtë as 3 vetë me u gjetë dhe me u bashku, me majtë një mbledhje, një takim, s'paku me u konsultu. Në momenti i 4 dhe i fundit, ku kemi mujt me zbatu referendumin deri tash? Këshire, momenti i 4 dhe i fundit, a i fundit nështë vazhdoj... Deri tanishëm. Mos tjetë, por deri tanishëm, simbas gjitha gjasa jo vetëm, po mendoj ashtu që ka mendu kryetari i kuvendit referendumit, Ibrahimi, po edhe të tjerë duhet bindën se e ka pas plotësisht me drejt, po gushtin e vitit 2000. Muji gusht i vitit 2000. Atëherë kur UÇPMV-ja veç kishte dalë në tërsi pjesën malore që nga Medvegja te Kteri në Preshev, mendoj Gallaku dhe malësia e Karadakut të Preshevës ishin në nënqizmën e UÇPMV-s, flamuri balonte në tërsi, do të të natarin malor, po Serbia në atë kohë shpalli zgjedhjet e shtatorit të vitit 2000, zgjedhjet e fundit me Lësheviqi kur ishte. Kishte shpall zgjedhje. Ndërsa partit politike të këtujt hala nuk ishin bind, mendoj se e kemi UÇPMV-n nalt, ashtu luftu, e cila lidhet ngushtë me referendumin, po ato anojshin të dalin në zgjedhje. Dhe pikërisht këtu ishte qëllimi i Ibrahimit, ku ndashte edhe iniciativën e mori dhe thirri një mbledhje të përbashkët me Këshillin Politik. Këshilli Politik i UÇPMV-s ka dalë me 2 gusht të vitit 2000, do të bakthemelu. Dhe mbledhjen e caktuar me 26 gusht në Gjelan, Këshilli Politik, 2 partit politike, PVD dhe PBDSH, atëherë pak ishte PBDSH, po si dhe shtabi përgjithshëm i UÇPMV-s. Për ta marrë një qendrim, po me 26 gusht të shkon, a dalje apo bojkoti i zgjedhjeve. Qendrimi i Ibrahimit, aty ishin të mbledhur në atë mbledhje, PVD-ja ishte me antarët e vetë, po PDSH-ja ashtu, prej referendumit ishim 3 vetë. Realisht të gjithë që ishim aty, të gjithë ata, janë konë antarë të kuvendit referendumit. Të gjithë më parë. Mira më tash shik çfarë momenti dhe janë nda.
Kështu që Ibrahimi, unë dhe Orhan Rezhepi ishim në emën të referendumit, tjertë në emën 2 partive politike. Po mendoj dhe të shtabit përgjithshëm. Shtabin e përgjithshëm të QPV-s e kryesunte Ridvan Qazemi, komandant Lleshi. Dhe më kujtohet du të ceki vetëm një fjalë të Ridvanit në mbledhje, kur i drejtohet partive politike, thot bëll një ma me këto pallavra, ka ardhur momenti që të shpallët bashkimi. Implementimi. Bëll një ma me këto. Këto e ka thonë. Unë, do thot për veti, po kur gjenë në 28 nëntori i këtij viti, flamuri ka mu ndu në Tërnoc apo në Bujanos. Dhe këtë e bëni ai. Rrëdora e famshme Po, jo e keni pa të gjithë. Po. Ndërsa u hell mbledhja 26-it dështoi, për shkak mosmarrëveshjeve, u shtyi në 29-in. Po 29-in vazhdoi dhe mbaroi e papranueshme. Do të ndylën në vota, ikën disa edhe votët për njerëzve që kemi pas na, që pritshim diçka, dhe kështu që ju mundësu të dalin zgjedhje. Po qëndrimi ishte që ato zgjedhje të bojkotohen, sepse u vlidhshin ngushtë, po mendoj u që po bëja me referendumin, po të bojkotohen dhe të mirët një hap diçka tjetër. Po. Ose drejt në bashkim, ose implementim të pjesës parë të referendumit, mira më edhe kjo dështoj dhe këto janë të 4 momentet që sfaku është dash të bëhet diçka, mira më kanë humbur të 4. Do të kemi humbur to. Okay. Nuk mbaroj mirë. Po është për ta çmu edhe për ta vlerësu mbamendjen që ke zotni Sadik, edhe këto vitet e këto data që kronologjitë e ngjarjeve është diçka shumë e vlerë për neve. Edhe kjo më ka bo me pas një vlerësim ndryshe për juve, po edhe duke u nis për një materialit që e keni publiku, një libër, e kum pa emrin e juve, edhe një bashkëpunëtorit, çfarë është përmbajtja e saj për publikun e gjatë, çka të shtyni me shkrujt ju atë libër, nuk di që ti ki shkryt libra ma herët, ani pse është ajo një libër me dokumente, po çka u konë për ty ajo arsyeja që u boti me bo një libër? Në këto momente ndoshta nuk pesho veten se po jam skuqër, sa herën vetë dikushi për librin, me hip një skuqje në ftyrën time. Sepse ta merr emrin si autori një libri, një njeri i cili nuk e ka vendin aty, po për atë edhe skuqën, ndoshta edhe përgjigjet të saktë nuk mund t'jap, por po mundohet këtu. Sa mujta me kuptu, unë ju pyetët se çka ju ka shny, kështu e kuptoj ndoshta edhe, çka ju shnyni me bëhë këta. Kur i thohet libër, unë ndi vetën ngushtë. Kur i thohet monografi, ndi vetën pak si malet. Kur thirret si kronik, ndi vetën hala malet. Se kuptoj në atë anën tjetër se këto nuk janë libra që shkencore ose diçka, po libra të punës, të ditarit, po që i takon ndoshta edhe çdo familje me majt ditar për harxhimet e veta, për shpenzimet e veta, ku diun e ku i çon, dhe në atë formë, po kjo libër, përmbajtja e kësaj libra është. Çka më ka shtym? Kjo janë 2 fakte. Një është një porosi, dhe dyta është një imponim. Ndoshta të kundërta të dyja të vinë, po du t'i ceki. Vjen keq që shpesh herë përmenden emrat e njerëzve të cilët nuk janë në jetë më, po kanë vdekur. Mirë, po në momentin e atyne aksioneve të suksesshme që i ka pas përsheva të ndihmave, kanë marrë jehon dhe një ditë prej ditëve po më vjen një letër prej Hasan e Murllahut, të cilën ja kishte dorëzu Adem Demaçi, ishte në krye të
Këshillit për mbrojtjen dhe lirive të njeriut në Prishtinë. Duke pa ai aktivitetet tona të mëdha, ja jep një letër me 65 emra në to, edhe thot, merret që këtë letër se vetëm ana ju mund t'i dalë ndihmë këtyne njerëzve. Dhe në atë javë ka ardhur Hasan Murllau në zyret e na, ma ka paraqit letrën, të nesërmit e kam ftu kryesin dhe i kemi dhënë përparësi asaj letre, që mi ju dalë ndihmë ashtë sa kemi aty në 62 punëtorëve, nevojtarëve. Po. Kështu që i kemi dalë ndihmë atë, dhe jemi mundu i kemi lidhë familja, ndihmon familja. Disa prej tyne. Mirë po, çdo muaj kemi qurë rrugën porosim, po dalë të porosia veç. Dhe unë nuk kam shku mo të Ademi, të Adem dhe moqë, të pas Adem. Po një ditë prej ditëve, ajo është taku me Hasan Murllaun dhe i ka thonë, më hupja i njeri nuk po vjen, pse s'po vjen, me ma prun, kështu, do të për mua. Dhe ma përsull lajmin Hasani shkum të vi. Kur shkum të pse tha nuk jarë që kom ndi që 2 muaj vjen edhe nuk jarë të unë. Ta pse me ardhë, unë në kemi kry që atë që kemi mu. Ta jo kom pas punë me ty. Orno, tha, me më tregu ta ata emra të cilë ti ki marë për i mirë, qysh i kam pas sytë e to. Dhe të syni jem qysh ka pa në ta. Basa Adem thash, krejt në regull, thash 5 emra kam vë dryshime. Nda. Hapse, thash nuk e kanë marrë ndihmën, 5 vetë nuk e kanë marrë ndihmën teme, ka 200 marka që është minë mujtë. Me arsyën se dikush tjetër kush e ka ndihmu, dhe aj më ka drejtu të tjetër kush. Të dikush që s'ka marrë. Të dikush që s'ka marrë. Prandaj e kom ndryshu, thash, atë listën tonë dhe për 5 vete, po ju kom përmbajt aty në porosive të ku më kanë drejtu atë tjertë. E tha, këta neve në duhen. Në qato fjallë, po ju ka drejtu Hasanit. Hasano, ti e gazetar, du të shof ditarin, po me veti ta kesh. Çdo send me më shkru. Me i shkru, me i shenu. Një dit, po kush do qoftë, ose neve, ose na bini një broshurë bojmë. Këto e kom marë si porosit të tine. Dhe prej ati momenti na kemi majtë ditar. Po mendoj ditar të punës të cilën ne kemi bërë. Raport. Dhe mu i thomë se ky libër është një raport. Nuk është libër, diçka, po është shenimet marë. Dhe e dyta imponimi, kur ka orë për me nisë, kemi vanuna, nuk kemi nisë me kohët, të shtot, mendu kur dhe ta njësim, shënimët i ka pas e Masani dhe unë, po ma te për jënë konë të unë. Ajo që ka navë ka imponumet 11 janar 2014 në momentin kur është mbajtë mbledhja përbashkë 2 qeverive, të asoj Kosovës edhe të Shqipërisë në Prizren. Dhe si imponim në ka ardhen përfundimi asaj mbledhje që o konë në 2 pika të caktume pikërisht për Preshevën. Njenja u shkon ndim po ndërtimit të modernitetit në Preshevë dhe tjetra u shkon hapja e një fondi zhvillimor për luginën e Preshevës. Dërsa mbledhja është korrëzu, është mbyll me 100.000 euro kam do për Preshevën. Për çka edhe jemi prek. Ndoshta është që kjo imponim, kjo ka ndiku të nesërmit, jemi takuar 3 vetë, Kadri Rezhepi, prej Rajincëve, Jahi Osmani, edhe Hasani pat nuk ishte bashkë në rregull, Hasan Murllau, pat lajmëru një sëmundje, po sa do pak, dhe jemi konsultu, sa dhe tha me marë me i qitë të gjitha shaj kemi. Po me njësë librin me bo.
Këto janë ato arsyet kryesore, do të një porosi e kom pas edhe tjetra kujton me imponim më shumë. Nga ajo se na ka duk se jo që na kanë ndihmu në atë kohë, po më duket se edhe jemi konë si të fyer. Po një nisë më shumë. Një procedurë, një nisë. Nëjsa, unë i mendimi jemi, po materiali, përmbajtja do me thonë është kryesisht raporte, faktura, lista, Po, të aty me aktiviteteve viteve 92.000. besat viteve 89, po nesër na kemi titullu kështu 89-99, Po, një dekatsh. po një dekatë që është. Po kryesisht përmbajtja e saj është me ndihma faktura, ku di une, Me këtë dëshmi që po ki pashu. dëshmit, po ka mirënjohje të ndryshme. Po ndashtë e ka edhe gjëra të cilët ka kërkesa. A vazhdon me mbajt kontakte me ata njerëz, me ato institucione që ki bashkëpunu më herët, normalisht me ata që janë halan mesin tonë, edhe me bashkëpunu, edhe me i taku, edhe me vizitu spaku, edhe kanë ardhur ata dë njëherë më të vizitu, ose a shkon ti me vizitu ata që ki mundësi. Jo, në kohën e fundit, të ndashtë 10 vitet e fundit janë rrallu ato. Nga njëherë rastësisht me dikon, po asaj përket me njerëz të institucioneve, që kem pas bashkëpunime, kem pas mirënjohje nga ta, nuk takomi mo. Do shta edhe ata janë mo... Do shtam në fjallë nuk janë edhe në jetë. Po, nuk janë edhe në jetë edhe... Po këto janë dëshmi që nuk harroni, ju keni vo një send pak e qëtër qasje. E që shpe kalën kohën tash, me qka po meresh në Rovicë, me qka që shpo jeton, me kon po jeton. Ta shti jetoj unë me të shoqën, e kom gjatë hala, Qofshi pash gjithmonë. jetoj me nipin, jetoj me rinë. Dërsa tjerë t'i kom ngërbet, po jetën e kom mesatare, pak më të mirë se sa që e kom pas për para. Po, Kreshnia në ka kap. Aktivitete mu nuk mundem, i të bojmë diçka nda një aktivitet, se po- duhet bëhet. Si për i shef aktivitetet e sodit. Mangësit i shofim. Nuk jemi të knaqshëm me aktivitetet. Tjetës po të ridikund, mirë po aktivitetet të cilët në mbrejnë, kështu. Apo për cel media ta pi shef ngjarje që po ndodhin në Shqipëri, në Serbi, në Kosovë, Maqedoni. Po, Apo kalon hiç kohë para mediave, para lajmeve dhe apo ndash i knaqën me ato është apo gati se në kohën e fundit jemi largu edhe prej lajmeve. Ose gati se po përsëritën të njëjta. Po shpresa njëherë, por njëherë ne nuk po shohim. Nuk kemi të po, ndoshta ndryshon diçka. Në kohën e fundit, jo ndoshta xizilloja të vogla, po nga liderët. Nëse më pyetni se çka duhet bëhet ose ku di une, nuk jam ndjenjë të tja pozime, sepse nuk kam ndjoni. Nëse kish me konën një porosi për një sallë njerëzit që kishin konë të të ngu ata, një shumë të ri, shumë njerëz që nuk i kanë kalu këto procese, çka i kishe porosit ata? Që dhe kish me qenë një lloj mesazhi atë? Mesazhi jem ata e thoj një fjalë, për shembull kush e prish muhabetin e një konaku të mirë ose të një hode të mirë, dhe kush e ndreq. E prish një njeri i cili din me fol e nuk fol, dhe e prish një njeri i cili s'din me fol e fol.
Në këtë rast më duket për mos me prish atë nëse kam thonë diçka, ma mirë nuk kam kurshar mesazhit jap se frigoj se e prishi, sepse mesazhet kanë domethënien shumë të madhe. Mesazh me vonë ozim, mesazh është ozim, por fjala fundit e jemja do t'jetë vetëm se të bashkuar, po do të thotë ai uniteti shpirtërore, njerëzore, ku diune, human, po mund të arrihet çdo gjë me bashkim, mendoj. Dam e të përçam si që jemi sot gjithkund jemi të përqarë, po nga ndasit nuk mund të ndodhe asgjë, vetëm se shka ndahen larg e ma larg, dërsa ma afru nuk afrohet. Bashkimi thojnë bën fuqi, dhe me këtë të kisha përfundu se vetëm se bashkimi më shtrunga. Na nuk e di që me Bacën Sadik mumi me folë shumë, edhe nuk mumi me përfundu me kaq, po unë e kisha falendru shumë Shoaibi për durimit, që më kalor ma shumë sot me bashkëbisedu me misafirin, edhe misafirin e falendroj sinqerisht që ka gjetë kohë edhe mundësi në këtë moshë me ardhë me i shpalos këto kujtime, këto ngjarje, edhe me informu krejt ata që nuk kanë qenë të informu në këtë formë për disa prej procesave. Falemderit edhe njerë, edhe miru takoshmi në epizodet e radhës.